Berisha bën deklaratë të fortë për Ramën dhe Ballukun. SPAK i ka ndër dosjet është në radhë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një dalje për mediat nga Selia Blu bëri një deklaratë të fortë ndërsa theksoi se dosja e Belinda Ballukut është ndarë. Sipas tij, SPAK ka ndarë çështjen në dy dosje, një për Ballukun dhe tjetrën për Ramën. Edi Rama ka hallin se është në radhë pas Lubis. E keni marrë vesh ju se është ndarë dosja në dysh. Dosja e Lubis dhe dosja e Ramës, nuk fle më dosja e Ramës. Dhe ai tani po bën gjithçka për të përdorur Lubin si parzmore. Shqiptarët nuk do të jenë indiferent, do të jenë ata që do të imponojnë ligjin dhe drejtësinë. Po kështu dje për herë të dytë. Në një ndërhyrje tjetër ju përmend gjykatave rrogat sikur i ka nga pronat e Surelit, sikur i jep nga fondet e vjedhura dhe jo nga buxheti i shtetit, një akt pacipsie në një kohë kur ata gjykojnë ai përpiqet të kërcënojë, të përdor buxhetin e qytetarëve që e ka vjedhur vetë për të kërcënuar gjykatësit që kërkojnë të mbrojnë buxhetin nga hajdutët. PD dënon me forcën më të madhe dhe u bën thirrje qytetarëve shqiptar të gatshëm për protestat më të fuqishme që vendi ka njohur për t'u ndarë përfundimisht nga kjo bandë që kombi shqiptar nuk e ka pasur kur në drejtim që nga themeli i shtetit shqiptar gjerësot, tha Berisha.